Eltonia, ku jemi bashkë, ndërkohë që në pamjen e ekran kemi edhe momentin e aksidentit të ndodhur mbrëm në qytetin e Vlorës. Kush janë dy 14 vjeçarët? Në fakt ngjarja ka ndodhur rreth orës 1 të natës në qytetin e Vlorës. Janë dy adoleshentë 14 vjeçar, emrat e tyre ende nuk bëhen të ditur, ndoshta edhe për vetë faktin që kemi të bëjmë me moshën e tyre 14-15 vjeç, pra të mitur. Ata kanë qenë në drejtimin e një automjeti tip Golf, duke lëvizur me shpejtësi tej normave të lejuara në rrugë të cilat janë brendësi të qytetit të Vlorës, jo më shumë se 30 apo 40 km/h, ndërkohë që të pak në informacion që kemi marrë nga policia, duket se lëvizja atyre ka qenë edhe mbi 100 km/h. Nuk i ka ndaluar patrullës së policisë, ndërkohë që më pas dy automjete të uniformave blu janë vënë pikërisht në ndjekje të automjetit tip Golf që drejtohej nga një prej 14 vjeçarëve, ndërkohë që tjetri ka qenë pasagjer në automjet. Gjatë lëvizjes me automjetin tip Golf, ata kanë goditur dhe një automjet të policisë, i cili është përmbysur duke u dëmtuar dhe dy efektiv të policisë, të cilët më pas janë dërguar në Spitalin Rajonal të qytetit të Vlorës, ku kanë marrë ndihmën mjekësore dhe më pas janë larguar, pra fatmirësisht nuk kanë pasur dëme të rënda. Dy 14 vjeçarët e kanë fshehur automjetin e tyre tip Golf në një garazh në lagjen Partizanit të qytetit të Vlorës dhe më pas janë larguar drejt banesës, ndërsa të afërmit e tyre më pas i kanë dërguar drejt komisariatit të policisë së Vlorës, ku pritet merret në pyetje në shoqërinë edhe të një psikologu, të paktën siç më informojnë, kjo edhe për të moshën e tyre të mitur, ndërkohë që hetimet e policisë vijojnë pikërisht për shkaqet e gjithë kësaj ngjarje jo të zakonshme të ndodhur në qytetin e Vlorës, edhe për vetë faktin që kemi të bëjmë me dy të mitur, adoleshentë 14-15 vjeç, me lëvizje rreth orës 1 të natës, pra e pazakonte edhe ora ku ka ndodhur pikërisht kjo ngjarje. Në përnosit të kujt ishte automjeti, Elton? Të paktën deri në këtë moment, siç edhe bëhet e ditur nga policia, pasi ende nuk kemi një njoftim zyrtar edhe nga kjo e fundit, duket se automjeti ka qenë në pronësi të një prej të afërmve të 14 vjeçarëve, të paktën siç kanë marrë ata indicjet e para, por nuk përjashtohet që ky automjet jetë marrë nga 14 vjeçarët edhe ndoshta i parkuar në ndonjë vend tjetër. Kjo mbetet normalisht për të konfirmuar dhe zyrtarisht nga ana e policisë së Vlorës, këto janë informacione apo burime që përcillen deri në këtë moment nga Blut e Vlorës. A është bërë testi i alkoolit apo lëndëve narkotike adoleshentëve? Ajo që më shton deri në këtë moment duket se kemi të bëjmë pikërisht arsyeja apo shkaku i parë sipas policisë mund të jetë frika e adoleshentëve të cilët janë ndaluar nga policia. Nuk përjashtohet që të kenë konsumuar ndoshta edhe lëndë alkolike, mbetet për të konfirmuar, por dyshimi i parë është pikërisht frika që postblloku i policisë i ka ndaluar, kanë qenë drejtimin e një automjeti, mosha e tyre e vogël dhe pikërisht kjo ka bërë që ata të largohen më pas me shpejtësi duke shkaktuar edhe gjithë ngjarjen. Pikërisht ky fakt, frika e tyre lidhet edhe siç konfirmon policia të pak deri në këtë moment, frika lidhet edhe me faktin që pasi kanë kryer gjithë këtë ngjarje, automjetin e kanë fshehur diku dhe më pas janë larguar në këmbë. E kuptoj. Mirë, ishim me kolegun Eltonika në këtë raportim të drejtë për drejtë nga Vlora.